Pini një gotë ujë esëll në mëngjes dhe do befasoheni nga rezultati. Shkencëtarët kanë arritur së fundmi në një përfundim mjaft të rëndësishëm që pirja e ujit në mëngjes jo vetëm që na ndihmon të ruajmë një peshë standarde, por na ndihmon edhe të luftojmë disa sëmundje. Këtu ju do të gjeni arsyet pse duhet të pini ujë sapo të zgjoheni nga gjumi. Pirja e ujit me stomakun bosh në mëngjes rrit metabolizmin dhe kjo çon në rritje të shpejtësisë së djegjes së kalorive. Sëmurja e shpeshtë e njerëzve mund të varet edhe nga fakti se nuk pini mjaftueshëm ujë. Uji luan një rol vendimtar në ruajtjen e një sistemi të shëndoshë limfatik. Pirja e ujit që në orët e para të mëngjesit ndihmon për të pastruar lëkurën. Shumë argumentojnë se hidratimi adekuat i ofron ngjyrën më të mirë lëkurës tonë. Çdo muaj gratë vuajnë nga dhimbjet të cilat nganjëherë mund të jenë të padurueshme. Uji i pishëm ndihmon në reduktimin e mbajtjes së ujit që shkakton në dhimbje duke lehtësuar atë.